Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot do flas për themelet e shtëpisë. Natyrisht nuk po flas për një shtëpi fizike, po flas për familjen tuaj. Për të gjithë ju që dëshironi vendosni themele të qëndrueshme në familje. Unë dhe shtëpia ime do t'i shërbejmë Zotit, tha Jozueu në Testamentin e Vjetër. Ka fjalë të cilat nuk janë thjesht fjalë, por janë një vijë ndarse. Ky njeri nuk thot do ta mendoj, do ta shohim, ta provojmë një herë, por ai shpall. Unë dhe shtëpia ime. Pra besimi në këtë varg të Biblës bëhet vendim, kulturë, drejtim, udhëheqje. Tregohet një histori për Thomas Morein. Në shekullin e 16, Sir Thomas More ishte një nga mendjet më të ndritura të Anglisë, jurist, shkrimtar, këshilltar i mbretit dhe më pas kancelar. Por kur erdhi momenti që t'i nështroi një kërkesë që binte ndesh me ndërgjegjen e tij, me besimin pra, Thomasi zgjodhi të humbiste pozitat, sigurinë dhe në fund jetën. Në letrat e tij ai shfaqet si një baba që u mëson fëmijëve se njeriu mund të humbas në jetë gjithçka, por nuk duhet të humbas shpirtin e tij. Kjo është e vështirë sepse ne shpesh duam një besim që nuk na kushton. Por një shtëpi që i shërben Zotit shpesh bëhet dritë në mes të errësirës. Pikë orientimi, jo sepse është e përsosur, por sepse ka një bosht, ka një themel dhe ky themel është Zoti. Së pari më lejoni t'ju them që familja është mision, jo thjesht një streh dashurie. Zoti nuk na jep familjen vetëm për rehati, komfort, por për formim. Shtëpia pra është vatra ku prodhohen zakone, bindje, karakter dhe drejtim. Aristoteli do thoshte se virtyti formohet nga zakoni. Ne bëhemi ajo që bëjmë zakonisht në mënyrë të përditshme. Dhe pikërisht në shtëpi përsëriten gjërat më të fuqishme të jetës, mënyra se si flasim, se si falim, se si menaxhojmë konfliktet, se si nderojmë nënën dhe babën. Kur Jozueu thot shtëpia ime, ai flet për një mision të brendshëm të shtëpisë së tij, ta kthej familjen në një vend ku Zoti nderohet. Së dyti, besimi fillon në shtëpi, jo në skenë. Është e lehtë të dukemi shpirtëror së jashtëmi. Është më e vërtetë të jemi të krishterë nga brenda. Paskali shkruante se madhështia e njeriu shihet në atë që e njeh dobësinë e tij. E pra në shtëpi, maskat bien. Prandaj shtëpia është vendi ku besimi ose bëhet real, ose mbetet thjesht teorik. Një familje që i shërben Zotit nuk është familja pa probleme, por familja që di ku të kthehet kur përballet me problemet. Pra të kthehet tek Zoti. Së treti, vendimet kërkojnë gjithnjë udhëheqje të qëllimshme. Jozueu nuk e delegon vendimin tek rrethanat apo tek familjarët e tjerë. Ai nuk e lë timonin në duart e rastësisë. Kierkegaardi, filozofi danez, e quante jetën një zgjedhje serioze. Pra njeriu bëhet vetja e tij nëpërmjet vendimeve që merr. Po ashtu familja nuk ndërtohet vetë. Ajo drejtohet, udhëhiqet, dhe drejtimi fillon me një po të qartë. Ne do t'i shërbejmë Zotit. Pyetja është e drejtë. Çfarë vendimi duhet të marr sot për familjen time? Lejoni të ndaj me ju 4 hapa shumë të vegjël, por jashtëzakonisht të fuqishëm. Hapi i parë, vendos një altar, një vend lutje në shtëpi, 5 minuta lutje në mëngjes, në drekë, në darkë, çdo ditë. Jo perfekcion, por konsistencë, qëndrueshmëri. Së dyti, rregullo gjuhën e shtëpisë. Hiq fjalorin negativ, fjalë që të lëndojnë. Ndërto fjalë bekimi, fjalë që japin vlerë. Së treti, ndërto një ritëm falje. Mos e lini zemërimin të flër në shtëpinë tuaj. Mos mbani inat. Së katërti, jip shembullin tënd personal, jo vetëm rregulla, fëmijët dhe bashkëshorti apo bashkëshortja. Më shumë se fjalët do të lexojnë jetën tonë. Sot nuk po të kërkohet të jesh hero, por po të kërkohet të jesh i vendosur, të ndërtosh një themel për shtëpinë tënde. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Atë qellor të falenderojmë për fjalën tënde që na thërret në vendime të qarta. Përpara teje deklarojmë, unë dhe shtëpia ime do të shërbejmë ty.
ndaj na jep urtësi për të udhëhequr me dashuri, me forcë për të qenë të qëndrueshëm dhe hir për të falur kur ne gabojmë. Bëhe familjen tonë, o Zot, një dritë në mes të errësirës, një stre paqe dhe dashurie dhe dëshmi të gjallë të pranisë tënde. Në emrin e Jezusit, unë lutem. Amen. Miq, Zoti ju bekoftë ju dhe familjen tuaj. Shihemi sërish nesër.